Faleminderit. Te vitin e ashëm, në procesin e ashëm. Pse ndrojnë lista Mundi ndresh mi hap syt, mos mi harru. Shiko, çfarë do tendence me krahasue inxhinieringun e dëshmuar, po e përsëris, dëshmuar. Më bon se kësha me fol për këtë punë se tha në bia i ka plotsu, i ka thua ato. Ky hini lart na vëlla. Jo, burri dhe ajo do të verifikohet shumë shpejt sepse prokuroria është të punuar. Jo. Ata bia pas ka votu pra ata dy të Ferizajt nuk janë vetëm pula që s'kan bozojt. Le këto prallat bia se s'kan bëj bia. Kanë bozojt dhe janë pula dhe gjela. Por zotin se jena studio në emision shikum televiziv. Komisionet në ambasada janë të formuar prej partive politike dhe i kanë nënshkruar proces verbalet kur janë numëruar. Mënyra se si vjen, për sy, sidomos nuk është mirë, po verifikohet. Ta kryse s'po është e mund Jo, po pëmbrojnë që po ki qef me mbrojt. Këto ti ka pru bia, ato s'ti ka pru bia. Une jam për ata që të hetohen edhe ato. Po çështja është se ato hetohen shumë letë, sepse proces verbalet janë nënshkruar prej përfaqësuesve të partive politike pavarësisht në konsulata apo në ambasadë. Se cila i ka të nënshkruar dhe dihet se cila kuti se çfarë rezultati ka. Problemi është serioz me votat me post, sepse ka pas inxhinierim, ka pas abuzim. Nuk është vetëm brenda, nuk është vetëm brenda. Janë dëmtuar edhe parti tjera. Vesh para partis ka pas. Pse dëmtuar nuk flet? Pse se keni menuar që LDK-ja del me 4000 vota. E i bëni 50 deputet se opozita s'mërrej. Çështja është se është verifikuar që vjedhjen, abuzimin e kanë shtetë dhe shërbimet sekrete të huaja. Fatkeqësia më e madhe tash zhurman me bashkë Fatkeqësia për shërbime sekrete. Sa më shkurt kludër se kam votat. Çore. Bia ka plotsu vota për LDK. Unë deshta me nxirramnin për kom po pretendon. Po ti s'po çu bëtë 9 miliona kjo. Veç ka dalë. More ky po thon kombazo vota i thonë se çka. Vit thotë je me bia tash, do të më mblon mua. Unë them ami provat. Po çu provat, po s'ke prova këtu të kosh. Prova jam unë. Po thon, i bëj këtë. Provat është mirë me ali prokuroria, do të Tramabaja dhe me thon, hajde tonë kallzojmë ato informata që kiti. Jo ti. Edhe i ka. Ti para mebat. Ti që po i thuhet do të më shku atje më i thon. Unë s'kam nevojë se pse i ka shkuar me shkrim. Po ka emrin e zëvendës ministrit. O zotni e ka publikisht. Fjala publike ka peshë dhe ka përgjegjësi. Edhe unë mbaj përgjegjësi pse po them. Mbaj përgjegjësi, shko thuin prokuroria atje ose ne djem prokurorë. Edhe nëse më thret, unë shkoj u them që kur kam lexuar nuk mundesh me fjalë. Rrjedhimisht në një vendovëtim janë 39 vota që janë prekur te numri 25 dhe 21 kanë dalë janë të pavlefshëm sepse kanë plotsuar numrin 25 me gemik, ndryshe si kandidat 11, prandaj janë bërë pavlefshme për rezën dhe deputet të tjerë. I qetë komicit KQZ-ja komplet edhe keni me pas që komicin proporcionalisht e nda me këfar problemi të gjitha partit, edhe nuk kur gjos kena mund befasu. Votat me post, se pishpallim shumë let të palishme, e ka një procedur ligjore të ndryshme, ku procesi regjistrimit ka qenë bukur rigoroz. Do mos se cili qytetar, do është me që një foto me letë një eftim të fotografun këtu për me marrë të drejten. Qyshjo. Mas pojë s'tu ka lyp adresa a jeton atje. S'tu ka lyp adresa a jeton atje. Ti ke mujtë marrë Kosovë dhe me apliku si kur jetë ma në adres. Ma në hajë. Që ta shpjegon të shokon. Sa është qashtu? Edhe që është organizua atje. Që ka adres. Kam ledhë dhe vendosja në aeroporte. Organizu subjektet politike. Mos, nuk është edhe organizu subjektet politike atë votim në diasporë. Po, krejt e kanë organizu. Si LDK-ja, si VV-ja, si PDK-ja, dikush ma me sukses, dikush ma pak sukses. Ka që është që këj sistemi ka leju që të loj votimi, keni mi pranu ato vota dhe keni me hes tutje. Qash? Faleminderit. Te vitin e ashëm, në procesin e ashëm që ndrojnë lista mundi ndresh mi hap syt, mos mi harru. Zotnia këtu i ka fitu 10.000, m'fal, jo bre, 10.000 ka fitu, 12.000 ka fitu me postos gjithë deputetë, zotni. Edhe qysh edhe? A ka qenë përfaqësues i diasporës? A ka qenë po nëse ty duke që ka normale, ato s'kom qafori zhur. Po s'kom qafori atër. Po jo s'kom qafori zgjedhje. S'kom majmë zgjedhje heq atër. Faleminderit, Visar. Miqdashur, ky ishte debatuesi për sonte. Takohemi nesër në ora 20:30. Mirë mbetshim, ju takofshim.